Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Një aksident i rënd ka ndodhur sot në autostradën Lushnjë-Rogozhin, ku një e moshuar 75 vjeçare përplaset nga Foristrada kur po kalonte autostradën. Edhe kjo javë ka nisur me një aksident të rënd në autostradën Lushnjë-Rogozhin në fshatin Zham sektor. Një automjet tip Foristrad ka përplasur Bajame Ramazanin 75 vjeçaj që kalonte autostradën nga njëra anë në tjetrën për të shkuar tek tokat, duke kaluar edhe mbi trafikndarse në autostradës vetëm 50 metra larg mbi kalimit. Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe e moshuara është transportuar në gjendje kritike për jetën nga ambulanca në spitalin e Lushnjës, ku është nën kujdesin intensiv të mjekëve. Policia rrugore ka shkuar në vendngjarje për të dokumentuar ngjarjen edhe për të disiplinuar trafikun, ndërsa është ndaluar drejtuesi Foristradës deri në sqarimin e rrethanave. Sipas të dhënave të para, 75 vjeçaria banore e Zham sektor kalonte autostradën për të shkuar tek pronat nga ana tjetër e autostradës. Aksi Lushnjë-Rogozhin mbetet një nga segmentet rrugore ku regjistrohen shpesh aksidente me këmbësor. Ndonse në hyrje të fshatrave janë ndërtuar mbikalime për kalimin e sigurt, shumë banorë vijojnë të kalojnë autostradën në mënyrë të palishme, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre dhe duke rritur rrezikun e aksidenteve. Kuvendi u rrethua me gardh metalik për seancën plenare të sotme pas goditjes së protestuesve me vezë të njëjtën. Ndërkohë në seancë, protestat e qytetarëve janë bërë kryefjala e diskutimeve. Kuvendi u mlodh të hënë në seancë plenare nën masa të shtuara sigurie me të gjithë perimetrin e godinës të rrethuar me gardh metalik. Pas përplasjeve të ditëve të fundit mes policisë dhe protestuesve pranë parlamentit, forcat e rendit u vendosën sërish në gatishmëri për çdo protestë të mundshme. Deputetët e Partisë Socialiste hynë në kuvend nga hyrja anësore pranë Akademisë së Shkencave, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike nuk morën pjesë në seancë. Protestat e qytetarëve u kthyen në temën kryesore të debatit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj deputetit të Lëvizjes Bashk Redi Muçi, i cili e paralajmëroi mazhorancën të mos nënvlerësojë protestuesit, duke theksuar se prej 44 ditësh të rinjt ndodhen në shesh me kërkesën për largimin e qeverisë. Nga ana e tij Balla deklaroi se protesta nisi me një kaos të drejtë për mbrojtjen e mjedisit, por humbi karakterin e saj, pasi u politizua me përfshirjen e opozitës. Me parti në pushtet nuk mund të nënshkruhet asnjë rezolut e përbashkët, e cila nuk merr për bazë kërkesat e protestuesve për anulimin e ligjeve grabitqare që kjo qeveri ka miratuar. E para, anulimin e ligjit 21/2024 për ndryshimet në zonat e mbrojtura, që ka hapur rrugën masakrës mjedisore në Pishporonart. Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote. Debatet u tensionuan edhe më tej me një përplasje të fortë verbale mes deputetit të Partisë Mundësia Erald Kapri dhe Tauland Ballas. Kapri akuzoi mazhorancën për ushtrim presioni ndaj biznesit dhe përdorim të metodave të palishme, ndërsa Balla ju kundërpërgjigj duke rikthyer në vëmendje procesin e numërimit të votave të vitit 2025. Sipas tij, Kapri kishte kërkuar ndihmën e socialistëve për të mbrojtur votat e tij nga numëruesit e Partisë Demokratike, duke ironizuar se mandati i deputetit u sigurua fal mbështetjes së numëruesve të Partisë Socialiste. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontroll në dorë. Deli Ministri i Financave aty e shantazhon me kompanit e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyll biznese, të hapur edhe nga bota e nënveshme. Nuk do na mbylli dot gojen, zoti Balla. Më fusi e miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu! Turp kesh. Vetëm burr s'mund bëhesh ti. Ti kaq vetëm. Dhe
Dhe ky është dallimi më i madh, meqense po flasim për KQZ-n, mes numëruzve që vendos Partia Socialiste dhe atyre që vendos partia jote, se nga Partia Demokratike vjen ti. Rritet grumbullimi i qumshtit, por Bylmeti në vend mbetet ndër më të shtrenjtët në Evropë. Shqipëria është e treta në Evropë për çmimet e tij. Industria e përpunimit të qumshtit në Shqipëri shënoi rritje gjatë vitit 2025 me 101.000 ton qumësht të grumbulluar ose 6.9% më shumë se një vit më parë. Rritja u mbështet kryesisht nga qumshti i lopës, ndërsa qumshti i deles dhe i dhis pësuan rënje të ndjeshme, duke reflektuar vështirësitë e sektorit të bagtive të imta. Edhe prodhimi i djathit u rrit lehtë në total fal përpunimit të qumshtit të lopës, ndërsa djathi dhe qumshti i deles dhe i dhis shënoi rënje. Të dhënat janë publikuar nga Instat në anketën e qumshtit dhe nën produkteve për vitin 2025. Pavarësisht rritjes së prodhimit, çmimet e Bylmetit vijuan të rriten. Sipas Eurostat, Shqipëria renditet e treta në Evropë pas Zvicrës dhe Norvegjisë për nivelin më të lartë të çmimeve të qumshtit dhe nën produkteve të tij, me 135.6% të mesatares së Bashkimit Evropian. Krahasuar me vitin 2022, kur indeksi ishte 112.3, çmimet janë rritur ndjeshëm, duke i bërë produktet e Bylmetit dhe vezët rreth 36% më të shtrenjta se mesatarja e BE-s. Ndryshe nga Zvicra dhe Norvegjia, ku pagat janë shumë më të larta, në Shqipëri kjo rritje rëndon më shumë mbi buxhetet e familjeve, pasi Bylmeti mbetet një nga produktet bazë të konsumit. Shqipëria pati temperatura mbi normalen klimatike në qershor. Kopernikus tregon se fillimi i verës ishte më i nxehtë se mesatarja. Shqipëria u përfshi gjatë muajit qershor në valën e temperaturave mbi normale që preku pjesën më të madhe të Evropës, duke sinjalizuar një fillim vere më të nxehtë. Sipas hartës së anomalive të temperaturës së ajrit të publikuar nga Copernicus Climate Change Service, territori shqiptar u pozicionua kryesisht në zonën me temperatura rreth 1 deri në 2 gradë Celsius, mbi mesataren e periudhës 1991-2020. Ngrohja u shfaq me theksuar në zonat e brendshme dhe veriore të vendit, ndërsa përgjatë Bregdetit Adriatik dhe Jon ndikimi ishte disi më i moderuar. Megjithatë, asnjë pjesë e Shqipërisë nuk rezultoi me temperatura nën mesataren klimatike, duke e vendosur vendin në të njëjtin model të ngrohtë që përfshiu Italinë, Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e Mesdheut. Në shkallë evropiane, qershori 2026 ishte i dyti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë me një temperaturë mesatare prej 19.14 gradë Celsius ose 1.78 gradë mbi normalen. Evropa perëndimore përjetoi qershorin më të nxehtë në histori, ndërsa Franca, Gjermania, Spanja, Italia dhe vendet e Beneluxit regjistruan në disa zona temperatura 3 deri në 5 gradë mbi mesataren mujore. Edhe në nivel global, qershori 2026 u rëndit si i dyti më i nxehti në historikun e matjeve të Copernicus. Temperaturat rekord të sipërfaqes së oqeaneve dhe ngrohja e pazakonte e detit Mesdhe tregojnë se ndryshimet klimatike po intensifikohen, ndërsa Shqipëria mbetet pjesë e këtij trendi të ngrohjes që po prek gjithnjë më shumë rajonin. Përshkallëzohet konflikti Amerikë-Iran. Sulme të reja me raketa e dron dhe tensione në ngushticën e Hormuzit. Konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është përshkallëzuar sërish, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme me raketa dhe dronë në lindjen e mesme. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se ka goditur objektiva ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt, si dhe sisteme radaresh në Oman, ndërsa pretendoi se ka shënjestruar rezervuar karburanti dhe depo municionesh në bazën ajrore Prince Hasan në Jordani. Teherani deklaroi gjithashtu se ka mbyllur sërish ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për transportin global të naftës, zhvillim që ka nxitur rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Nga ana tjetër, ushtria amerikane bëri të ditur se ka goditur sisteme iraniane të mbrojtjes ajrore, radar, kapacitete raketore dhe me dron, si dhe mjete detare të vogla në një seri operacionesh të zhvilluara gjatë fundjavës. Përshkallëzimi i ri i dhunës vë në pikpyetje të ardhmen e marrëveshjes së përkohshme mes Washingtonit dhe Teheranit, e cila ishte arritur muajin e kaluar me synimin për të rihapur ngushticën e Hormuzit dhe për të vijuar negociatat. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi për Reuters se Shtetet e Bashkuara po dominojnë përballjen, ndërsa javën e kaluar kishte bërë të ditur se e konsideron armëpushimin të përfunduar, pa përjashtuar mundësinë e bisedimeve të reja. Nga ana tjetër, negociatori kryesor iranian reagoi në rrjetin X duke theksuar se epoka e marrëveshjeve të njëanshme ka mbaruar, duke paralajmëruar se premtimet e pambajtura do të kenë pasoja.
Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.